Airbus ka kërkuar përditësimin e softuerit të kontrollit të aeroplanëve të saj të tipit A320 pas një incidenti që mund të jetë shkaktuar nga një aktivitet i fortë i rrezave diellore i cili ka rrezikuar dëmtime serioze në sistemet e avionit. Vendimi ka bllokuar efektivisht përdorimin e mbi 6.000 aeroplanëve në mbar botën pasi kompjuterët e bordit janë thelbësor për funksionet kritike gjatë fluturimit. Përveç përditësimit të softuerit, mund të jetë i nevojshëm dhe një realizim apo riaktivizim i hardware-it, gjë që do shkaktojë ndërprerje të mëdha në operacionet e fluturimit. Na vjen keq për shqetësimet e shkaktuara dhe do të punojmë ngushtë me operatorët duke vendosur sigurinë si prioritet absolut ta prodhuesve avionëve. Vendimi erdhi pas incidentit të 30 tetorit kur një aeroplan A320 në fluturim mes Meksikës dhe SBA-s filloi të zbresë pa kontroll për disa sekonda gjatë fazës së kurrizit me autopilotin aktiv para se të rikthehej në lartësi normale. Rreth 15 persona pësuan lëndime gjatë incidentit. Përditësimet dhe kontrollet mbi Airbus A319, 20 dhe 21 do të fillojnë më 30 nëntor dhe do të kërkojë 3 orë dhe disa javë në varësi të kompleksitetit të çdo aeroplani.